Kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Eugen Wolfart, u ka bërë sërish thirrje partive politike që t'i dorëzojnë urgjentisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve propozimet e kërkuara për anëtarë të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor me qëllim përgatitjen siç duhet të zgjedhjeve për qeverinë vendore. Në një deklaratë për shtyp, ambasadori Wolfart thekson se në bazë të kodit zgjedhor dhe të dekretit të presidentit të Republikës, KQZ-ja duhet të vazhdojë urgjentisht me të gjitha përgatitjet e nevojshme për zgjedhjet e planifikuara për datën 8 maj 2011. Ai vënë duke faktin se asnjë nga partitë politike nuk ka arritur të përmbush afatin zyrtar të 24 janarit 2011 për dërgimin e propozimeve për anëtar të komisioneve zgjedhore. Por, sipas njoftimit të një ditë më parë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë që nuk kanë dorëzuar listat e komisionerëve janë Partia Socialiste dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë shpreh se është jashtëzakonisht i shqetësuar në lidhje me problemet që po has aktualisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga 66 komisionet të zonave të administrimit zgjedhor, vetëm 12 prej tyre janë ngritur pjesërisht brenda afatit të 7 shkurtit 2011. Nisur nga kjo, kreu i prezencës së OSBE-s shprehet se një situatë e tillë tregon një shpërfillje të hapur për aspiratat demokratike të qytetarëve shqiptar nga partitë politike. Ambasadori Wolfart e mbyll deklaratën e tij me një thirrje drejtuar partive politike që të respektojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar dhe për ta adresuar këtë çështje në mënyrë të menjëhershme, pasi dita e zgjedhjeve po afron.